Në vitin 45 thotë se Shqipëria nuk është liruar as në 28, as në 29. Këtë botim ma dha Gens Holti. Ta ndjekim. Shqipnia u bë independente më 29 nëntor 1912. Atëherë patriotët shqiptar ngritën flamurin në Vlorë, shpallën independencën politike të vendit. Por në luftën e përbotshme Shqipnia u shkel prej të huajve e më vonë më 1939 u shkel prej nazifashistëve. Shqiptarët burra e gra dhanë kushtërimin nëntor. Ngriuni luftoni për vendin tuaj. 2 mesazhe bomb ndaj palloshit gjatë shefit të Mataharit Lubis Greko-Rusin. Në ditën e pavarësisë, sekretari i shtetit Rubio, telegramin e parë ose deklaratën e parë në faqen zyrtare për pavarësinë e ka bërë për Mauritaninë, pastaj për Shqipërinë, edhe pse ne jemi me A. Presidenti Trump nuk ka bërë asnjë lajmërim në faqen e tij zyrtare, as në mediat sociale, por siç thuhet nga presidenti në detyrë shqiptar Begaj, i ka dërguar një telegram. Telegramet kanë funksionuar në kohën e ushtrisë Enver Hoxhës. Nuk dërgon telegram presidenti Trump, por ish traktati i Varshavës pëlqen t'i quajë telegrame. Janë njoftime që vinë nga zyrat e protokollit. Ajo që Trump akuzon që presidenti Biden ka përdorur autopen, edhe në këtë rast, ai që quhet telegram nga Begaj, është me autopen. Më besoni, ja u them nga përvoja ime si diplomat. Natyrisht edhe vetë Marco Rubio, mbase nuk e ka idenë se 28 nëntori është ditë e flamurit tonë, por stafi i tij, ata që shkruajnë, e dinë shumë mirë. Gjua është personi që takoi 5 deputet, 5 moskëtierët e Berishës, është zvendësuesi Escobar Fleming, i cili injoroi Ramën, u tall me Spiropalen dhe takoi dhe mbështeti SPAK. Tek deklarata dhe urimi i Rubios përmendet narkotrafiku. Në qoftë se kujtojmë Blinkenin të dashurën e Sorosit në departament, ai në urimin e tij ai uronte Albanian government, qeverinë shqiptare. Ka hikur koha, nuk uron kush qeverinë e palloshit gjatë dhe të korruptuar. Ai e ndjen mirë, ndaj është i tromaksur, ndaj dridhet, sepse, siç e thash dhe dje, botuar dhe në gazetën sot, gazetën më të madhe shqiptare, ka 4 mënyra: azil, dorëheqje, largim, prangosje. Nuk shpëton dot më. Edhe tek ai që Begaj e quan telegram, tek njotimi i përfiluar mbase nga Wiles dhe njerëzit me afërsi me lasivitën e madh, përsëri kemi fjalën e trafiqeve të drogës. Pra, ajo që unë kam kohë që jo kam thënë, Rama, Signorega apo Erdogan nga Washington Examiner po ngrihet gjithmonë më shumë. Ndaj ai është çmendur, palloshi i gjatë. Idioti i Ballkanit Perëndimor, siç thot Machahari, ka filluar të smulmoj hapër politikën amerikane duke ngritur idenë që është viktim, do të shtrihet Barkas në gjunjë, sepse Barkas është shtrir me kohë poshtë urave të Parisit. Përsëri, kjo do ta linçoj dhe sapkoscienca e tij po flet. Sot është 29 nëntori. Kam respekt edhe për ata partizanë që janë vrarë me mendimin se po çlironin Shqipërinë. Por nuk ka qenë 29 nëntori ditja e ikjes së Gjermanit fundit. Do të kem në pjesën e fundit sot një material nga Gens Holti botuar nga governmenti amerikan aso kohë dhe del që ikja e gjermanëve mund të ketë qenë 25 nëntor. Do të kem dhe një intervistë me një emër të madh të rezistencës dhe specialist familje madhe Orhan Sakiqi për teatrin e tij, oficer i lartë i Zogut që ka luftuar në 7 prill dhe u që u vra në mënyrë barbare nga tetor nëndori. Po këtu në Amerikë, është një fiksim i madh me Donin, Trumpin. Obsesioni me Trumpin gjithmonë ka dominuar. Trumpi kudo që hyn shkakton reagime të forta, si pro edhe kundër. Në ditët e tij të biznesit, amerikanët mund ta pranonin
ose jo. Fama, pasuria e tij nuk na prek ne sot drejt për drejt, por sot doni ka ndikim të madh në jetën e të gjithëve. Dhe kjo ka çuar në një obsesion, fiksim. Presidenti e ka ndryshuar historinë amerikane në një mënyrë dramatike. Së pari ai vuri frena vizionit të një bote të Barack Obamas, ku Amerika duhet të udhëheq, por nuk dominonte ngjarjet globale. Trump zhduku në mandatin e parë këtë të madhështinë e Obamës, duke nxitur madhështinë reale të Amerikës dhe duke i shkatruar ata që kundërshtojnë këtë koncept. Ashtu si e majta ekstreme, presidenti Trump sulmoi gjithashtu drejt për drejt barazin, besimin se mundësia ekonomike duhet marrë në konsiderat ngjyrën e lëkurës apo gjinin. Kjo i tmerroi më tej amerikanët liberal të majtë, vëllezërit dhe motrat e Lindës dhe Edit, madje të gjithë partinë e Kamala Harris, asnjë bazë e përbashkët. Pastaj shkatruesi. Kandidatura 4 vjeçare e Joe Biden dëmtoi Amerikën në mënyrë skandaloze. Rritja e një borxhi federal rekord. Biden dhe e paafta Kamala Harris, e dashura e numri 2 të Shqipërisë, zonjës Macbethiane si në çmia re moderne, i dhanë Trumpit një mandat të dytë. Zgjedhjet e vitit 24 zëmruan milion amerikanë, duke çuar në një përpjekje të pashëndetshme për të dëmtuar Donin, Trumpin e madh. Ky detyrim politik është i madh. Presidentët Lincoln dhe Kennedy humbën jetën për shkak të një obsesioni të urryer, të një fiksimi ndaj tyre. Presidenti Trump ju afrua shumë pranë kur donin ta vrisnin. Ndryshe nga Abe dhe pak më pak se JFK, Trump nuk bën asnjë përpjekje për të injoruar kritikat që janë konstante në jetën e tij. Në fakt, ai sulmon ata energjikisht, i armatosur me një shtrirje më të gjerë në mediat sociale. Presidenti lëshon nga goja e tij ferr mbi kritikët e tij, duke rritur shumë mllafin, por dhe duke dërguar një mesazh të ashpër për miliona mbështetës të tij. Unë nuk do t'i pranoj sulmet në heshtje. Dhe ky stil ka krijuar një obsesion pro-Trump midis atyre amerikanëve që e duan, ndërta edhe unë. Më lejoni t'ju bëj disa pyetje. Disa ditë më parë, New York Times, e cila është një gazetë e majtë anti-Trump, botoi një artikull ku thoshte se mosha e presidentit po e arrin ta mposhtë. Shkrimi i dominuar nga burime anonime, si zakonisht, ishte pa kuptim. Unë e di këtë nga kontaktet që kam në departament. Trump punon pothuajse pa pushim, ashtu siç bënte Lincolni. Stafi i tij rin mosh me zi, arrin të mbaj ritmin e tij. Bëj një paralele këtu me Berishën. E njëjta gjë. Të rinjt rreth tij janë pleq me energji dhe aktivitet që ai ka. Pastaj doli ky artikull te Times. Dhe presidenti e sulmoi gazetën dhe gazetarët duke thënë ti je stupid, e çmendur. Po për të shkruar pastaj tek prokuroria e përgjithshme e New Yorkut, Letitia James. Ajo bëri një fushat për rrëzimin e Trump. Më pas përdori zyrën e saj për ta sulmuar edhe familjen e tij në gjykat. Kritikat ishin të nivelit të ulët, por të hartuara për të shkaktuar sa më shumë dëm publik. Pasi u rizgjot për herë të dytë, presidenti mësoi se zonja James kishte nënshkruar një dokument të rrem hipotekor për të kursyer para. A do ta ndiqni atë? Pastaj ishte shefi i FBI, Comey, i cili përdori një skenar të rrem të sajuar nga fushata e Hillary Clintonit për të spionuar në mënyrë të paligjshme organizatën Trump. Provat e paraqitura thonë se Comey gënjeun komitetin e Kongresit. A do ta mbani ju Comeyn përgjegjës? Apo do ta lini të shkonte? Unë, si një person që jam sulmuar egërsisht nga hemajta shqiptare për 30 vjet, e kuptoj zemërimin që ka doni madh. Prandaj, reagimi i presidentit mua nuk më shqetëson. Ideologët e pandershëm meritojnë përballen, pamarrësisht se në cilën anë janë. Hakmarrja është ndryshme nga hakmarrja. Obsesioni im është forcimi i jetës të gjithë amerikanëve të ndershëm, thot Trump.
Unë besoj se Trump, pavarësisht se nëse ju e pëlqeni stilin apo jo, përpiqet bëjë më të mirën për Amerikën. Vetëm historia do të vërtetojë. Pengjet liruar, luftra të shmangura, marrëveshje të favorshme tregtare për të forcuar ekonominë amerikane. Presidenti ka edhe 3 vjet për të vendosur trashëgiminë e tij historike. Po përpiqet për statusin e mallit Rushmore, dhe kjo do të bëjë që obsesioni emocional që e rrethon të bëhet dhe më intensiv. Klisheja është që lidhni rripin e sigurimit, por nuk ka rrip sigurimi në botë që mund të përmbajë Donin, këtë njeri. Ne shpresojmë që ato nuanca tek, po i them telegramet që nuk janë telegrame, që Rubios, por dhe Trump, ndaj narkoshtetit janë kumbuese dhe duhet të mbështesin më shumë dhe të japin inspirim reagimit. Ndaj është një detyrim qytetar që kur Berisha del në shesh, çdo kush le të shpenzojë 10 minuta nga dita e tij, thjesht jeti pranishëm për të treguar godinës nga pas Berishës kur dikur ka ndënjur me Metsheu dhe krimi i kuq, që koha jote ka përfunduar. Në pjesën e fundit do të kem Sakiqin dhe të vërtetën e 29 nëntorit. Duket qartë që këtu administrata e re në Departamentin Amerikan të Shtetit ka ndryshuar tërësisht ndaj Ramës, i smuri global i Europës juglindore, palloshi i cilësuar nga Matahari dhe glaçore e Greqisë, dhe është çasti, momenti që shqiptarët për disa çaste të mendojnë. 120 miliard dollar buxhet. Vjedhje. Javën tjetër do të kem emisari që vjen çdo muaj nga Rama në Manhattan, tmerri madh. FBI, Don Bongino, nga statusit e tij del qartë që e nje linjën e trafiqeve dhe do të godasin. Pa diskutim, shpresoj të kemi së shpejti një ambasador. Do Zoti të mos jeti nivelit i Urikimsa and Company. A jemi çliruar në 28 apo 29 nëntor, një botim serioz amerikane, qeverisë amerikane në vitin 45 thotë se Shqipëria nuk është çliruar as në 28 as në 29. Këtë botim ma dha Gens Holti. Ta ndjekim. Shqipënia u bë independente më 29 nëntor 1912. Atëherë patriotët shqiptarë ngritën flamurin në Vlorë, shpallën independencën politike të vendit. Por në luftën e përbotshme Shqipënia u shkel prej të huajve e më vonë më 1939 u shkel prej nazifashistëve. Shqiptarët burra e gra dhanë kushtrimin e rrëmbyen armët, ashtu si e kanë pas zakon gjithmonë për të mbrojtur lirinë e vendit. Luftuan italianët e më vonë gjermanët, Quisling-ët, derisa e çliruan krejtësisht vendin prej këtynëve. Për çudi, çlirimi i plotë i Shqipënisë takoi pak ditë para ditës flamurit, e kështu shqiptarët e kremtuan këtë ditë madhështore me shumë gëzim. Padyshim ky është materiali më i saktë mbi datën e çlirimit të Shqipërisë, publikuar nga zyra informative e Qeverisë së Shtetit të Bashkuara të Amerikës, dhe thuaj pra që për çudi çlirimi i plotë i Shqipërisë takoi pak ditë para ditës flamurit. Pra nuk është as 29 nëntor, por dhe as data 28 nëntor 44. Datën e saktë e japin diskutimet në plenumin e Beratit, nëntor 44, ku më datën 25 nëntor janë bërë diskutime dhe është deklaruar çlirimi i plotë i Shqipërisë. Kjo shikohet dhe në një libër të shqiptar-amerikanit Lek Arapi, ku pranohet se komunistët kanë gënjur 4 ditë, pra kemi të bëjmë me datën 25 nëntor 1944 si data e largimit të gjermanëve apo çlirimit. Nëntori ka datat e tij. 17 nëntori, një pjesë e konsiderojnë si çlirimi i Tiranës nga partizanët. Thuajse gjysma e shqiptarëve e kujtojnë si dita e largimit të gjermanëve nga Tirana, dhe ende në histori nuk është saktësuar dhe nuk është thënë historia reale e atyre 2-3 javë të nëntorit, kur ka pasur krime nga ata që do
shfaqeshin si çlirimtar, por që vran shumë intelektual. Ndërta është Cakiqi, një ushtarak i mbretërisë Zogut dhe Orhan Cakiqi i biri, i cili kalon midis SBA-s dhe Shqipërisë kohët e fundit, më tha se çfarë ndodhi, si u ekzekutua dhe ende nuk gjenden eshtrat dhe nuk është i vetmi. 28 tetori është dita fillimit masakrës, është një ditë e zezë për familjen tonë, sepse në moshën 37 vjeçare na humbi babai dhe ngeli nëna me 2 fëmijë të vegjël për të rritur. Them humbi se u mor në shtëpi që ja për një sqarim në komandë dhe nuk u kthye më. Nuk u lë vend pa u kërkua dhe edhe këta vetë, komandantët partizan, thonin që ne nuk kemi kishë në këtë vrasje. Edhe bën, patrull partizane ishte ajo se erdhën në shtëpi, ta zem nga ora 8 dhe u mbajtën për darkë. 4-5 vetë që ishin u mbajtën për darkë, se kur vjen në kohë darkë, u mbajtën hangën darkë dhe thanë, po vim nesër në mëngjes. Shkuan duket atje dhe i thanë, shkoni merrni sot, ishte ky baba im, Nazmi Uruqi dhe Farid Dabulla, të 3 liceistë të Korçës, kishin mbaruar liceun në Korçës. Duhet i ketë njohur, pikërisht i ka njohur. Duhet i ketë njohur Enveri personalisht. I ka njohur personalisht dhe ajo që e vërteton është te libri Vitet e rinisë. E përmend të 3. Diçka që është edhe vërtetuar që ka qenë urdhri i tij me anë qarkorit që të zhdukeshin njerëzit, jo vetëm këto, po edhe 30 vet. Ka qenë një listë. Ka qenë një listë. Të mos gjesh eshtrat e babait mas kaq shumë vit, duhet të jetë një pendesë e madhe. Është pendesë, sigurisht. Nëna e kishte shumë atë, po sikur se edhe ta thash. Nuk ka një vend ku. Unë pak a shumë i pushova kërkimet kur takova zotin Islam Zekthi, që më shpjegoi historinë e lumit. Domethënë ai kishte kaluar aty që ishte internuar me rinin e ballit, edhe kishte kaluar sipër për në Tufin natën vonë, tamam 28 tetori 44, dhe ishin dëgjuar çast të shin aty në lumit, ku është hotel Kennedy tani. Edhe i kishin thënë ato rojit, rrini urtë se ju do psoni si këta. Duket kanë qenë 2 grupe, një pjesë i kanë ndarë, më të vjetrit disa i kanë quar atje. Atja i quan në Shupale ose në Zaldajt, i thonë, edhe pastaj i përru këto në burg Tiranës. Në botet e digjen, digjen edhe i hedhin det. Ne edhe kështu ta marrim këtë tash. E ka marrë lumi deti, edhe është bashkuar me tjerë dhe shpirti i tij është në qiell dhe është bashkuar me ne. Dalem se mja fola për Timat edhe zdesat po më ngësmon aty se aty kanë qenë 60 e sa po 30 e sa janë identifikuar. Dhe ajo që është që bien sy që janë nga gjithë Shqipëria, sigur janë zgjedhur me lule, nga Kosova, nga Çamëria, nga Gjirokastra, nga ku them nga Shkodër, një buket e çuditshme. Edhe të dalë domethënë nga ajo që u revoltova dje që dëgjova këtë Petro Koçin, që të dalim më shumë këtë ditët e sotshme se kur kujtimi këtyre çfarë kremtojnë ata. Domethënë që kolaboracionistët thoshte ai ende na dëgjoj. Duhet na kërkojnë falje. Në vend që të kërkojnë këto falje që s'kan kërkuar, u bën gati 80, neve quhemi kolaboracionist. Tani unë t'i marr, kush kanë qenë kolaboracionist? Kanë qenë kokolart, 3 kokolart, që me librarinë Mesagjeria, që shpërndajnë dituri, që u gjetën në bodrumin e Bristolit, që i lanë nuk ishin guzim të thonin që ne i vram. Ne i vram dhe i vram gabimisht, edhe i vazhdon i vram. I vrau ky. Po prap kjo pikë, domethënë nuk është e kanë dënuar krimin, nuk është dënuar. Kush kanë qenë emra të tjerë? Kush kanë qenë? Janë 3 delegaliste e Shjakut, patriot, familje, njëri ka firmosur te pavarësia. Njëri ka pavarësia, një tjetër ka qenë kryetar vendi, një tjetër ka përsia Ismail Kemalin, familje e ndritur. Me gen, po? Me gen.
U kështi kap me radhë të gjithë kush ka qenë ky Nebil Çika, gazetari i Associated Pressit. Si ka qenë ky kolaboracionist? Nuk ka qenë as pak kolaboracionist. Kundërshtar. Ka qenë antikomunist. Po, kundërshtar, po. Edhe baba im antikomunist. Po thuaj këtë. Antikomunist ka qenë. I vra për antikomunist. Okej, ishte në modë. Edhe nacionalista ku ka qenë. Të gjithë. Po, ajo që lexova dhe dje ishte një letër, e kam këtu në celular, e një majorit serb që kishte ardhur këtu. Edhe kishte letrën e Enverit që kur të shkoj Vojo thot në Tiranë të vit takoj me mua. Domethënë ka qenë loja dha. Ka qenë i ka dhënë dhe serbëve i ka dhënë material për shqiptarët. Ti vriti shqiptarët. Ndaj është lista në gjeografi, është dora sërbit. Tashti me që jam këtu. Po, mund të themi disa emra të tjerë. Nëse do t'i themi emrat, ti themi sa duash, gjithë. Farida Bulla, Jorgji Mema. Elbasanli nga Shtërmeni. Do emrat e tjerë? Po, shikoj gjithë emrat e tjerë. Domethënë Muntas Kokallari, Vesim Kokallari, Ismail Petrela. Ismail Petrela, Ismail Ak Petrela është pjesëmarrës i konferencës Pezës. Ky Leshi, ky është Jati Njazilleshi, Brava Lami. Baba Lami, e kam pas në emision Lamin. Baba Lami dhe Brava Sulus, që është vrarë në Prishtinë nga serbët. Nuk e dinin kur që Njaziu ishte trajneri Partizanit që vllai Mballis. Po, vllai Mballis ishte. Grebleshi, Mustafa, ky Grebleshi është i Jati i Mustafa Grebleshit. Subi Topulli, ky duket e Gjirokastrit. Kaplan Delalisi, Anton Fekeci. Po, ky është Kodran. Isuf Alamani, ky sipërmarrës Jati. Po. Sipërmarrës bujqësor. Belevski janë nga këta rusë të barë. Kjo është nga rusë të marë. Toçi Selim Kelmeni është nga Kosova. Po, Kelmen. Selodin Korça është djali i Hafiz Korçës. Ky kishte ardhur me pushime nga Italia. Ti ishte student. Luka Xhumari ka qenë sipërmarrës. Dursak. Ka qenë sipërmarrës makinash. Është Jani, nuk duhet ta kesh njohur Jani. Xhumarin ka qenë kryetar lagjen atë ditë. Një ideal i gjatë i shoqi. Ka qenë një çift i shkëlqishëm ky Jani dhe Dasha, një Dasha. Ka qenë një çift i dukshëm. Ali Panariti nga Korça. Po, Panariti. Rakip Kaleja është i Jati i Skënder Kalejës që u vra. Skënderit famshëm ka qenë me çiklizmin, me boksin. Me boksin. U vra para kryeministrisë. 97, 98 apo ky u vra në 98. 98 Tazamajdar. Hasandine Dibran. Dinat po. Dina nga Fisi Dine. Bloshmi Aziz Bloshmi. Fisi Bloshmi. Me nam patriotik. Gjajo Vilsonit. Fajk Shkupi, Mehmet Doda, Rifat Tëshana, Dibran, Aleksi, Petraq Pekmezi, Ndue Pali, Surja Kokolari, prapi fizikë. Lorenz Rasha, ky ka qenë profesor në gjimnaz. Ky u vra duke shkuar në Pezë për takuar sa miqtë e tij e vran. Ka qenë shkencëtar, profesor. Është edhe Selim Braja, hoxha i Saut, i cili u vra derën e xhamis. Këto janë. Me që jemi ke kjo kolaboracionisti një parantezë dua të hap se vazhdimisht më ka rënduar ajo në ndërgjegje, domethënë më ka rënduar oficeri Zogut, domethënë oficeri Zogut dhe fundi ka qenë oficeri Zogut ishte shqiptar. Po, ndryshe po të qenë me milicin fashiste, unë mund të thoja me një fjalë që ka vesh këmishë në zezë. Po, unë e dija që ka marrë në 7 prill, ai ka qenë me shërbim në Durrës. E transferuan nga Shkodra në Durrës. Dhe së fundi kam gjetur 3 telegrame që ai ka luftuar. 3 telegrame që i ka quar komandës. Ja ku është telegrami. Ky është telegrami i fundit i datës 6 prill. 6 prill, Tiranë Durrës. Ora 12:05, komandës përgjithësime të rojës mbretërore të kufirit, Tiranë. U dhan urdhat stop, kolonel Ali Rizaj e major Bedri Xheliani, këto ishin komandantet. Kur të vinë, kemi me ju lajmërue, stop, neve jemi gati. Aq sa kanë mund kanë luftu. Zëvendës komandanti i rojës mbretërore të kufirit, kapiten Akil Sakiqi.
vërtetohet dishifrimi kapiten një para me qeu. Këtu janë edhe telegramet e tjerë, këtu janë edhe do më thënë që edhe Hamid Matjani që e mbajnë kriminal ka luftuar shtatë. Do më thënë që ajo teza e këtyre historianëve që oficerat e zogut kanë ikur, kanë lënë ushtarët, nuk është e vërtetë. Ato kanë qëndruar, asa kanë qëndruar. Pesor në të gjithë literaturën pranohet italiane, zonë kanë parë kryesisht. Lufta ka zgjat pesor e gjysmë. Ishte fuqi e madhe. Derisa ka kryqëzori që ka gjujtur se atë para që Ahmet Zogu ka thënë ne janë vrarë 200 italian. Ka dalë në balkon përpara rinisë që kërkon dhe ka thënë që Italia balenë e madhe ne jemi peshku vogël. Nuk ishte një përballje dhe shumë figura shqiptare që më vonë do të bëheshin me gjermanët, po thënë. Ata që po shkruajnë historinë se po shkruat prap historia thonë. Po shkruat prap Akademia e Shkencave. Fituesit nuk në qoftë se nuk i rregullojnë këto punë, ky vend s'ka për të patur qetësi sociale. Se duhet të ketë qetësi sociale, se kur thua ti unë i kam për të gjitha, as falje s'kam kërkuar, pse të kemë ty respekt për ty? Apo jo? Jo, pse të vazhdohet akoma me këtë gjuhë? Po pse të vazhdohet me këtë gjuhë? Ndërkohë që tani janë bërë me NATO-n, janë bërë me Amerikën, akoma i thot diversant. Hamid Matjani i stërvitur nga bazat e NATO-s. Ai thot kërkoj falje. E kush thot ai që do Gjefirin? Kudo në Shqipëri.